Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zyra e prokurorit të specializuar për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë kërkon 45 vite burg për shtabin e përgjithshëm të UÇK-s. Në përfundim të procesit hetimor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, krye prokuroria Kimberly West tha se dënimi është vetëm për personat akuzuar dhe jo për luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndërkohë, SPS-ja kërkon vendim dënimi për të gjitha pikat e akuzës dhe vendosjen e një vendimi të vetëm prej 45 viteve mbështetur në kontributet individuale të krimeve të bëra ose të kryera nga secili prej personave, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Këto krime janë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe janë të rënda në natyrë. Ajo ka pretenduar se 100 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë abuzuar në kapet e dalimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sipas saj, qëllimi i këtyre personave ka qenë për të fituar dhe ushtruar kontroll në të gjithë vendin. Të nderuar gjykatës, keni dëgjuar dëshmi të prokurorisë rome edhe serbe. Dhe në mënyrë që të arrinin qëllimin e tyre, të akuzuarit kanë kryer krime kundërshtarëve të tyre të perceptuar për të pasur kontroll në gjithë Kosovën. Ndërsa në lidhje me deklaratat e diplomatëve të lartë, krye prokuroria deklaroi se ata nuk kanë patur informacion për situatën reale në terren të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Diplomatët e dinë që prej fillimit që thuajse gjithmonë ata nuk do ta dinë asnjëherë historinë të plotë. Atyre ju duhet që të bëjnë gjykime, të bëjnë strategji, të këshillojnë qeveritë e tyre mbi bazën e informacionit domosdoshmërisht të paplotë. Ktu përfundoi citimin. Dhe ky informacion i paplotë sigurisht lidhet me atë që është shumë e rëndësishme për këtë gjykatë dhe që duhet të përcaktohet si përparësi për kësaj gjykate, që janë provat empirike. Kjo është e vërtetë jo vetëm për zëvendjen e unikut që e tha shprehimisht atë në dëshmi, por është njësoj vërtet edhe për dëshmitarët të tjerë ndërkombëtar të cilur nga mbrojtja në këtë çështje gjyqësore. Në gjyqin ndaj shkrerëve të UÇK-s, prokurori Alan Tiger përsëriti se Hashim Thaçi, Kadri Veseli ishin në vijën e parë të UÇK-s që prej fillimit dhe kishin rol të rëndësishëm. Prokurori përshkroi Recep Selimin si person në lidhje të ngushta me Adem Jasharin dhe me rol të rëndësishëm në fushë betejë dhe si dikush që gëzonte shumë respekt dhe besueshmëri nga luftëtarët. Sipas prokurorisë, Selimi ka qenë organizator dhe pjesëmarrës në sulmet e vitit 1997 kundër forcave serbe. Prokurori pretendon se të akuzuarit kanë kryer sulme kundër serbëve, antarëve të Partisë Socialiste Serbe që pretendoi se bashkëpunonin me organet e pushtuesit apo merrnin pjesë në veprimtari të tjera të paspecifikuara antikombëtare. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi po përballen me akuzat e ngritura nga zyra e prokurorit të specializuar, të cilat i kanë cilësuar si të pabazuara. Mbrojtja i ka hedhur poshtë akuza dhe ka argumentuar se UÇK-ja nuk ishte strukturë të organizuar komanduese, ishte prorë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi ndodhen në paraburgim në Hag prej nëntorit të vitit 2020. Gjykimi ndaj tyre ka nisur më 3 prill 2023, gati 3 vjet pas konfirmimit të akuzës. Ky vit pritet të jetë vendimtar për 4 në UÇK-s, të cilët ndodhen në paraburgim në Hag prej 5 vitesh. Dhomat e specializuara në pjesë e sistemi gjyqësor të Kosovës, por veprojnë me personel ndërkombëtar në Hag të Hollandës. Bashkimi Evropian është financuesi kryesor i gjykatës speciale, e cila u themelua në vitin 2015 nga Kuvendi i Kosovës pas kërkesës së bashkisë ndërkombëtare. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, deklaroi nisjen e fazës përmbyllëse së një procesi të gjatë dhe të rënd gjyqësor në Hag, duke theksuar se për më shumë se 5 vjet janë rrëzuar një nga një të gjitha akuzat ndaj shkrerëve të UÇK-s. Në një postim në rrjetet sociale, Hamza ka thënë se gjatë këtij procesi, çlirimtarët, ekipet e tyre mbrojtëse dhe dëshmitarët kryesor kanë qëndruar me dinjitet dhe me argumente të fuqishme duke dëshmuar të vërtetën historike të luftës çlirimtare të popullit të Kosovës. Ai ka nënvizuar se ky proces nuk përfaqëson vetëm një akt juridik, por dhe një provë të rëndësishme të ndërgjegjës ndërkombëtare ndaj së vërtetës dhe drejtësisë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, shpreh mbështetjen dhe ka bërë thirrje për pjesëmarrje në marshin drejtësi dhe jo politik. Ai do të mbahet më 17 shkurt në sheshin Skënderbeu në Prishtinë për të mbështetur dhe për të kërkuar asgjë më shumë se drejtësi ndaj shkrerëve të UÇK-s që po mbahen në Hag prej më shumë se 5 vitesh. Qëndrojmë gjithmonë në të drejtën e luftës sonë për liri, shkruan Ramush Haradinaj. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.